Faraoni u doq nga zemrimi, i kërcenoi, i vrau, por nuk mundi t'i thyej. Në kalimin e kohës, Zoti i plotfuqishëm nisi dënime mbi Egjiptin, bretkosa, karkaleca, gjak në ujë, thatësira. Populli vuante, por faraoni nuk lëshonte pe. Kur Allahu urdhëroi Musan të largohej me popullin e tij natën, ata ecën drejt detit të kuq. Kur faraoni mori vesh, marshoi me ushtrinë e tij për t'i kapur. Kur Musa dhe populli i tij arritën në buzë të detit, njerëzit u friksuan. Por Musa a.s. tha: "Jo, e mua është Zoti im, ai do të më udhëzojë." Atëherë Allahu e ndau detin në dy pjesë, një rrugë u hap mes ujrave dhe ata ecën përmes tij. Faraoni me gjithë arrogancën e tij hyri pas tyre me kalorësinë e tij. Por kur arriti në mes të detit, uji u kthye në vendin e vet dhe i përpiu të gjithë. Në momentin e fundit faraoni bërtiti me një klithëm të lartë: "Unë besoj në Zotin e Musait." Por Allahu i tha: "Tani, pasi më parë kundërshtove dhe ishe nga shkatruesit, kështu trupi i tij u ruajt që të jetë dëshmi për brezat që vinë, një trup pa shpirt, një kujtesë për tiraninë, për arrogancën dhe për fundin e pashmangshëm të çdo padrejtësie." Pra faraoni do të mbahet mend gjithmonë si një tiran, diktator, pushtues, i cili shtypte njerëzit dhe ishte zullumçar. Zoti thot në Kur'anin e tij famlart: "Inna Allaha la yuhibbu zalimun." Allahu, Zoti, nuk i don zullumçar. Ndaj, mësimet që marrim nga kjo histori e faraonit dhe Musait janë dy personazhe të ndryshme. Faraoni, egoist, mendjemadh, shtypës, shkelës, i padrejt, njeri pra me antivlera, antinjeri. Dhe kemi personazhin e të dërguarit Musa a.s. i drejt, i sinqert, besimtar, përgëzues për popullin, motivues për popullin, veprues i veprave të mira, besimtar, i lidhur fuqimisht me Krijuesin. Andaj, ne duhet të marrim shembullin e Musait dhe të mësojmë nga shembulli i faraonit që të mos bijmë prej e këtyre veseve dhe dukurive negative.